drejtësi ishte dështuar, u shkatërrua komplet sistemi gjyqësor. Nga 6 gjykata apelit u bë 1 gjykata apelit. Ka gjyqtar të cilët janë në normen, minimalisht është parashikuar që të ketë 70 e sa gjyqtar dhe janë 30 gjyqtar. Janë me 10 vite, 12 vite çështje të cilat nuk kanë marrë formë të prerë në gjykata apelit. Gjykatat e shkallës parë kanë të paralizuara, gjykata lartë jashtëgjyqësore. E kush e ka fajin për këtë? Amerika e ka fajin? 2 minuta. Ju më përmendet që janë duke burgosur politikan. Pasuritë e kujt po sekuestrojnë dhe po ja ka kthejnë shtetit? Pas kujt? Kujt janë duke sekuestruar pasuritë? Cilit politikan? Po u futën në burg dhe donin biznesmena dhe ligjëruan pasuritë e tyre. Drejtësia e pastër është sepse SPAK-u dhe gjyqësori dhe prokuroria kanë kapacitetet me zbuluar të regjistru pasuritë. Zgjedhën në Amerikë, sekuestrojnë pasuritë dhe t'i fusin në arkën e shtetit, të rrisin pensionet, kempet, të rrisin ndjemen ekonomike, të rrisin standardin ekonomik dhe mos të vjadhin dhe mos të abuzojnë. Të gjithë në këtë shtet vjadhin dhe abuzojnë. Është tepër denigruese të thush që reforma e drejtësisë. Që zgjedhën në Amerikë do ndikojnë në këtë që thoni ju. Të shpesoj gjyqëtori. Vetëm ato të fushës mund ta dinë. Po,